Përveç këtyre që i përmene pak humorin edhe këtë strategji, ndoshta një showmani që duhet për me transmetu një lajm edhe nëse është mjaft serioz ose ka fakte. A mendon që duhet me pas edhe ndonjë kusht tjetër si analist, shembull me qenë kundër gjithçka në debatet tona, a duhet me qenë kundër çdo teme veç për me qenë aktual? Po mas pari mendoj që ai kur del dikush në televizion duhet me ditë pse o dal. Për shembull, tu na kena njerëz që thojnë na jena aktivista. Okej, je aktivist, shumë mirë, për qa qëndroj për drejtat grave se janë shumë mirë. Është qëndrim që na e mon edhe aktivist. Por nuk është debati edhe këto show politik nuk janë aktivizëm, janë ma shumë informacion edhe është qëndrim. Për shembull, unë jam kundraj me dal njerëz edhe mos me përfaqësu kur gjë, edhe mi shoh krejt, sikur Partia Social-Demokrate PSD, që del e shoh në opozitën për shembull, si zgjedhjet kalume, a vetë s'merr vesh ose s'merr pjesë në zgjedhje. A ka Tash qysh mundesh mos me marr pjesë në zgjedhje ti? Je pjesë e opozitës e me hon opozitën e dat. Me hon tregore po bëna, e ti çaj je. Pse duhet me nguna, pezojna, Dardan Ulliqen ose dikon tjetër për opozitës, tu folet tu shoh këtë opozitën, a vetë tutët me një zgjedhje.